Po jap në këshill jashtë temës në këto ditë të cilat vetëm se kanë filluar disa sulme në përbot në mes shteteve me ndikim ndërkombëtar, edhe jo po bëhet lufta e tretë botërore, jo armët bërthamore kështu me radhë. Po këshilloj veten edhe juve me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është i saktë edhe na ka treguar këto fitne, këto kohë çka më bë besimtari. Thotë Rasulullah alayhi salatu wassalam, adhurimi në kohë turbullirash, fitnesh, luftash, ke hijratin ileje, i përngjan hijretit tek unë. Sahabët, kur kanë met në pozitat të vështira në jetën e tyre në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, çka kanë bë? Kanë shku hijrat kanë bë, Medinë, për me gjetë afërsi, qetësi, për krahje mbështetje nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Adhurimi në kohë të luftrave, të lasheve, të fitneve. Andaj keni kujdes, po jap këshill vetes edhe juve. Mos t'ju fshin përpara valet e lajmeve. Nëse më ngoni mu, lani anash, sepse imësinat me të cilat ti i dëgjën, nuk e ndryshojnë rrjedhën e botës, rrjedhën e kaderit Allahit. Mas pari na dim që është kader. Nuk duhet të besojmë se po i bën filani fisteki parimisht, kaderi i Zotit. E pastaj njerëzit veç janë sebepe, nuk janë vendimtarët, janë veç lodra, loja, janë veç pjuna në kaderin e Zotit. Andaj mos i jepni shumë rëndësi atyre njerëzve që po i luajnë këto loja. Janë vetëm masha në kaderin e Zotit. Qa me bo? Mos e hup kohën me këso gjana, hupe me gjera, hupe në thojza, dobishme, me ibadet, fokuson ibadet. Kjo i përngjan si kurse hijretit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për ibadeteve është edhe pjesëmarrja në këto dersa. Mos i neglizhoni, për hir të Allahut mos i neglizhoni. Sa të mundi merrni shok me vete, jo vetëm këtu po edhe në derset e tjera.